Allahu I lartësuar thot në Kur'an, wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Dhe ngrini pallate sikur do të jetoni gjithmonë. Subhanallah. Taberiu kur flet për këtë ajet, pra arabët thot kanë për qëllim çdo ndërtesë, pra kur flet fjala masane, pallate, pra çdo ndërtesë. Sot shikon shumë njerëz pra që garojnë në ndërtimin e shtëpijave më të fortifikume, në format më të ndryshme, gradacela, sikur çdo njëri, pra sikur do të jetojnë në to përhershëm, përgjithmonë. Por garimi pra tek dynjaja duhet që njeriu her pas here t'ja bëjë një pyetje vetes. Po për t'jetu, sa kam për t'jetu? Garon tjetri, merr vjedh pasurinë e tjetrit, zapton tokën e tjetrit, shkput lidhjet me fisin, shkput lidhjet me të afërmit, s'do me dit vetëm pasuri, para, thu ti se ka për t'jetu përjetësisht, ndërkohë nuk e di gjori, se ndoshta nesër, ndoshta sonte, ndoshta pa përfundu këtë video mund ndërrojnë jetë. Prandaj, është e udhës që njeriu me garu me ndërtu edhe botën tjetër. Me mendu shumë edhe për botën tjetër, jo vetëm për këtë dynja. Normal ne jetojmë këtë dynja. Por mos haro botën tjetër, të përjetshme. Ajo është e përjetshme. Kjo është e përkohshme, sa do që t'jetosh ke për ta lënë. Mundohu me ndërtu ahiretin, botën tjetër, të përjetshme. Allahu e përmirësoj gjendjen tonë. Amin.